shkurta, e cila shpesh herë njihet për humorin e saj paksa thumbues, fillon të tallet me Albën përpara disa banorëve të tjerë. Ajo e imiton mënyrën se si Alba flet dhe lëviz, duke e bërë situatën të duket si një skenë komike për të tjerët, por jo edhe aq e këndshme për vetë Albën. Ndërkohë që vazhdon imitimin, shkurta qesh dhe bën disa komente të ashpra, duke thënë se sipas saj Alba sillet në mënyrë të pakujdesshme dhe shpesh nuk mendon para se të flasë. Ajo shton me ironi se, në sytë e saj, Alba nuk tregohet e drejtë me banorët e tjerë dhe se nuk di të vlerësojë gjërat që i ka rreth vetes. Shkurta vazhdon duke thënë se, për shkak të sjelljeve të saj të fundit, ajo mendon se Alba nuk i fiton dot simpatitë e shtëpisë dhe se nuk merr për kushtimin apo respektin që pret. Ndërkohë, disa banorë vëzhgojnë situatën të shqetësuar, sepse e kuptojnë që atmosfera po bëhet e tensionuar dhe se fjalët e shkurtës mund ta lëndojnë Albën. Edhe pse shkurta e trajton gjithçka si shaka, në fytyrën e Albës duket qartë se ajo ndikohet nga këto imitime dhe komentet e saj.